Pasioni që ka për profesionin e mjekut pediatër e ka bërë që dhe pse në pension, mjeku Luan Belortaja të vijoj të ofroj shërbim. Pavarësisht vështirësisë, ai thosë se profesioni i pediatrit është më i bukurie që të falë kënaqësi. Pediatria është profesioni i vështirë, po ta gjykosh mirë, por gjithsesi është mjaft i bukur, sepse shpëton një jetë fëmije. Ai sot punon te konsultori i qendrës shëndetësore rajoni 3 në Korçë. Kam një ekip shumë të mirë. Janë të përkushtuar, kjo është jeta ime. Pakta, kjo është sikur në oksigjenit për mua. Pakta s'mund të roj. Do të punoj, derisa të kem mundësi, derisa të më lejohet. Me nostalgji, Belortaja kujton vitet e punës për disa dekada në pediatrinë e Spitalit Rajonal të Korçës. Po bën gati rreth 45 vjet që punoj si mjek pediatër. Rreth 30 vjet nga vitet 90 kam punuar në Spitalin e Pediatrisë. Kemi patur një ekip të mjekëve, një staf të mrekullueshëm. Kanë punuar rreth 18 mjekë, kam pasur kaq me shefi pediatrisë për rreth 20 vjet. Kolegët e vlerësojnë maksimalisht punën e mjekut. Fati sot që na ka sjell doktor Luanin, që është një mjek i përkushtuar, një specialist vërtet me vlera që i duhet të ishte në qytetin e Korçës. Dhe këtë jemi krenare që doktor Luani ndodhet midis nesh. Ndjenja humane ka bërë që pediatri Luan Belortaja të mos e braktisë punën e t'i përmbahet betimit të Hipokratit.